Mirë, të flasim për zhvillimet në Kosovë, tashmë që procesi i numërimit të votave ka përfunduar, dihet se sa mandate ka marrë secila nga partitë politike, por mbetet ende në diskutim çfarë do të ndodhë me zgjedhjen e presidentit. Nëse zoti Kurti ka marrë mandate që së bashku me pakicat jo serbe mund ta krijojë qeverinë, pavarësisht një mazhorancë të brisht, është e pamundur zgjedhja e presidentit të Republikës, por duket se lëvizje ka edhe në partitë opozitare, me Partinë Demokratike të Kosovës që duke nisur nga muaji shtator do të futet në një proces zgjedhor, me Lidhjen Demokratike të Kosovës që tashmë pas përfundimit të numërimit të zgjedhjeve ka nisur edhe reagimet e para kundër leadershipit të partisë dhe mënyrës se si ajo është drejtuar deri tani. Për këtë do flasim në vijim. Kam në lidhje të drejt për drejt Alma Lamën, ish deputete e Kuvendit të Kosovës dhe natyrisht tashmë në rolin edhe të analistës së zhvillimeve në Kosovë. Alma, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne. Zgjedhjet kanë mbaruar, por zgjidhjet nuk dihet se si do të jenë të kësaj situate. Po, për hir të së vërtetës, nga ajo çfarë po shohun dhe po lexoj ndër rreshta, sepse sigurisht nuk ka qëndrime të qarta, është që do të ketë sërish problem për të zgjedhur presidentin e Kosovës, sepse sinjalet që kemi dëgjuar nga ana e lëvizjes vendosje nuk janë të mira, duket se do të ketë edhe shkelje të kushtetutës dhe këtu në radhë të parë në lidhje me radhën e zgjedhjeve, radhën e veprimeve në Kuvendin e Kosovës, që do duhet të ishte konstituimi të Kuvendit, do duhet të ishte zgjedhja e presidentit, domethënë, edhe me kushtetutë dhe me vendimet e gjykatës kushtetuese. Kjo as që diskutohet, sepse Kosova shkoi në zgjedhje për shkak të mungesës së zgjedhjes së presidentit, dhe aktualisht është me ushtrues detyre dhe nuk mundet ushtrues detyre fillimisht t'ia jap mandatin partisë së parë për të krijuar qeverinë dhe pastaj presidentit. Pra, duket do të kemi sërish një rrëmuj të procedurave parlamentare për zgjedhjen e institucioneve. Pastaj prap mund të përfundojë në gjykatë kushtetuese. Kjo është e para. Shenja e dytë e problemit që po shoh unë është mungesa e dëshirës për të bashkëpunuar për zgjedhjen e presidentit. Zoti Kurti dhe vetvendosja ka fituar 53 mandate. Së bashku me minoritetet jo serbe bën 63, kështu që i nevojiten edhe 19 vota nga subjektet e tjera për zgjedhjen e presidentit. Dhe normalisht me logjik normale do duhej që t'ia ofronte njërës nga partive të mëdha opozitare, por nuk e shoh se do të ndodhë kjo, do të përsëritet skenari i mëhershëm i para këtyre zgjedhjeve pra. Kjo është intuita ime, nuk do të thotë që kam të drejtë, por kështu po e lexoj. Mirë, por a kanë vullnet partitë opozitare që thjesht të bëhen pjesë e një marrëveshje vetëm për presidentin, sepse në deklarata të ndryshme është lënë të kuptohet se kërkojnë një marrëveshje që të jetë paket, qeveri, president. Keni të drejtë, nga ana e LDK-s kemi dëgjuar deklarata ata janë të interesuar për një paket, për një marrëveshje pra, që do të përfshinte edhe pjesëmarrjen në qeveri, por duhet të jemi realist, zoti Kurti i ka votat pa nevojën e tyre për të bërë qeverinë, i ka 53 vota dhe nuk e shoh si të mundshme, realisht, domethënë, që ai do të ofrojë ndarjen e pushtetit, edhe presidentin. Kështu që mendoj që zgjidhja më realiste është që njëri nga subjektet politike, PDK-ja ose LDK-ja, nëse zoti Kurti pranon të hyjë në bashkëpunim për të zgjedhur presidentin nga radhët e tyre ose një kandidat të propozuar prej tyre, por sigurisht edhe të miratuar nga zoti Kurti. Për sa i përket qeverisë që synon LDK-ja, që është një qendrim problematik dhe për vetë këtë subjekt, pasi kanë shumë ndasi, për sa i përket kësaj qasje pra, besoj se zoti Kurti edhe nëse e pranon fillimisht do t'i largonte nga qeveria shumë shpejt dhe kjo do të rezultonte me një situatë shumë problematike për LDK-n. Kështu që shoh pak si ëndra me sy hapur, me thënë drejtën, këtë mund të jetë synim i leadershipit aktual, por nuk e shoh si të mundshëm, si funksionale për një qeveri 4 vjeçare.
edhe në rast se zoti Kurti u ofron postin e presidentit. Por siç e thash, unë e shoh të vështirë që ai të ndryshojë qëndrim. Po vetë vendosja është e gatshme për të mos e pasur, për të mos e mbajtur postin e presidentit, për të mos e zgjedhur ata presidentin, por për t'ia u lënë këtë partive opozitare. Nuk e ka thënë kështu, po të ishte e gatshme do ta kishte thënë një gjë të tillë, që në fillim kur e kuptoi se nuk ka votat mjaftueshme për ta zgjedhur vetë, dhe kjo është e pamundur, 2/3 pra, që të ketë një subjekt politik. U bën 2 vite, më thënë që merremi me çështje të njëjta. Përpiqemi të lexojmë në mend të Kurti çfarë ka ndërmend të bëjë, ndërkohë që do duhet të ishte shumë e thjeshtë kjo gjë. Nëse ai ka vullnet për të bashkëpunuar, është shumë e thjeshtë, ftohen partitë, ju kërkohet kandidatët, përcaktohen kriteret, kërkohen kandidatët dhe më pas votohet për president. Dhe ai nuk e bën një gjë të tillë, luan lojë vazhdimisht dhe pastaj i ngelet të tjerëve, na ngelet neve që të hamendësojmë se çfarë ka në plan. Pra kjo nuk është logjika normale e të bërit politik. Jemi totalisht në një nivel tjetër të politik bërjes që është krejtësisht e paparashikueshme, janë lojra taktike të vazhdueshme, por që në thelb fshehin mungesën e vullnetit për të bashkëpunuar dhe realisht dëmtimin e besimit edhe tek marrëveshjet politike, edhe tek bashkëpunimi, por edhe tek institucionet, sepse qytetarët gjithnjë më pak po ju besojnë institucioneve. Këtë mund ta faktojmë me pjesëmarrje në zgjedhje, në këto zgjedhje, pra të 7 qershorit ku pat një rënje masive të pjesëmarrjes, dhe mbi gjitha pat edhe një rënje masive të numrit të votave të lëvizjes vetëvendosje. Në Kosovë, sepse në diasporë kemi parë që ka pasur mobilizim nga ana tyre dhe ata se thua shpëtuan me fytyrë, i dhanë disa mandate më tepër, por në Kosovë ka një lloj abstenimi për këtë politikë bërjes. Tani zoti Kurti sërish ai është protagonisti që mund të ofrojë bashkëpunim, të tjerë s'kan çfarë të bëjnë. Thjesht ose duhet të nënshtrohen, gjë që nuk besoj se do ta bëjnë, edhe siç po kërkon zoti Kurti, ose duhet që të ofrojë bashkëpunim që të zgjidhet presidenti në mënyrë normale, pra të bëjë politikë normale. Unë nuk po shoh rrugë tjetër. Mirë, duket se sërish, në fakt është bërë edhe unë që po e bëj këtë pyetje, më duket sikur e bëj para çdo palë zgjedhjeve, para çdo zgjedhje presidenti në Kosovë, flitet për familjen Jashari. Edhe kësaj here duket se shumë po mundohen ndoshta duke vënë pak edhe në pozitë, duke parë si të vetmit persona, pra nga familja Jashari, që mund ta zgjedhin këtë ngërç ku është futur Kosova, por sa e gatshme mund të jetë familja Jashari ta bëjë këtë, pra një nga përfaqësuesit e tij, sepse është folur për Muratin, është folur për Bekimin, është folur për Bashkim Jasharin. Nuk besoj që është temë tani kjo. Kjo ishte temë më herët që hapi zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje dhe që pas edhe Partia Demokratike kishte gatishmëri për të votuar secilin nga ata kandidat pa ndonjë, si më thënë, blanko. Mirë, po kjo nuk është temë. Kjo është e tegaluar. Familja Jashari është deklaruar që nuk do të jetë pjesë asnjë procesi politik, as marrjes së pozitës së presidentit, kështu që zoti Kurti duhet të bashkëpunojë me këto parti që janë aktualisht në parlament, që është LDK-ja dhe PDK-ja, edhe AP-ja, por që ka një numër më të vogël të votave. Nëse nuk e bën këtë, pastaj sërish do të ketë zgjedhje. Alma, çfarë po ndodh në lidhjen demokratike të Kosovës? Duket se deja vu e njëjta situatë pas çdo palë zgjedhjesh dhe më pas duket se gjërat mbeten po ashtu siç ishin. Pra me kritika, me kundërshti ndaj leadershipit, më pas kalon në një mocion, vazhdon të qëndrojë në funksion. Sepse edhe zërat në fakt janë shumë të pakta ata që janë kundër. Është e vërtet, mendoj që ka një kërkesë të brendshme tek shumë persona të rëndësishëm brenda lidhjes demokratike, tek struktura, tek antarësia që leadershipi aktual, zoti Abdigjiku, duhet të jap dorëheqje. Në fakt atë dorëheqje ai duhet ta kishte dhënë që në zgjedhjet e kaluara
jo të bën të lojën që jep dorëheqje, pastaj thot mos më shkarkoni, mos më dorëhiqni, më votoni. Me tani është një situatë plotësisht jo normale. Ajo çfarë ndodhi dhe me humbjen edhe tani, pra që së pari me bashkimin me zonjën Osmani, jo vetëm që nuk korri ndonjë fitore, po duket që ka ndikuar që të ketë më shumë përçarje brenda LDK-s dhe mendoj që do të vim në një situatë ku aty nga një numër shumë i madh njerëzve brenda LDK-s do t'i kërkohet dorëheqja dhe largimi nga leadershipi. Ai, me sa kam informata unë, nuk ka ndërmend ta bëjë një gjë të tillë dhe do të vazhdojnë debatet kështu derisa nëse implementohet statusi pastaj që të lidhen në shkrimet për ta shkarkuar. Nuk e di se si do të shkojnë gjërat, por është e qartë që ai nuk ka ndërmend të jap dorëheqje pavarësisht nga humbjeve të një pasnjëshme, pakënaqësitë janë jashtëzakonisht të mëdha dhe besoj që do të jetë shumë e vështirë që ti të i kaloj këtë herë. Faleminderit Alma. Ditë të mbar.